Gostivari po shprazet për çdo ditë. Migracioni në rritje i rinisë dhe komplet familjeve, ku vetëm pleqt janë ata që mbeten për ta ruajtur pragun, bëri që këta të fundit, ditët më të vështira të jetës së tyre t'i kalojnë të vetmuar. Kjo dukuri nga Qendra për Punë Sociale ka filluar të hetohet në kuadër të abuzimeve në familje, sepse një numër i madh i të moshuarve që janë shfrytëzues të ndihmës sociale po ankohen për mungesën e përkrahjes nga fëmijët e tyre në kohën që këtë e kanë shumë të nevojshme. Ky fakt e ka aktualizuar nevojën për shtëpi pleqësh në qytetin ton. Kjo jo se të moshuarit e duan, por se përkujdesja institucionale ndaj tyre paraqet gjysmën e së keqes, thot Muhamet Tahiri nga Qendra për Punë Sociale në Gostivar. Vetëm tash ka edhe një problem tjetër në lindjen e komunën e Gostivarit. Paraqitet largimi të rive, sidomos familjeve të reja, edhe i lën prindët. Ata shefja e dykurive që qendra ka filluar të hetonë si dykuri. Domethënë largimi masovikisht i të rive nga komuna e Gostivarit në margim shtetet e bashkisë evropiane. Edhe kjo në hap një faqe të re tash me të cilën duhet të merren në talën. Ajo nuk është kjo ndërlidhet me dhunën se për shkak të këto i lan prindet. Mosha shumë vjetra, edhe ajo është një trajtohet një mënyrë jo dhunë, por një mënyrë praktikisht e keq trajtimit të prindërve. Edhe tash kjo është një faqe e re që si vjet në përherë parkin filluar të hetojnë në Qendrën për Punë Sociale, kanë filluar paraqiten prindët e ative që janë larguar, se sigurisht ata tash migrojnë në shtetet e bashkisë evropiane. Duhet çdo qytet veç të ketë një institucion i cili do të grumbullon pleqët. Ne për fat keq s'kemi edhe ku takon pensionerët, ku mbet pleqët. Edhe kjo duhet të jetë një dukuri që duhet të merren ato institucionet të cilat duhet të merren me këtë problematikë. Mirë, po kjo do të jetë në vitet në vijim, do të jetë domosdoshme edhe një institucion për pleqët. Në bazë sa që rinia ikën më të madhe prej komunës Gostivarit, është një problem që ne duhet të merren me këtë problematikë tonë. Për çështjen në fjalë, TV2 realizoi një anketë me të moshuarit që shpesh mblidhen për të qarhallet tek parku i vogël në qendër të qytetit. Ata janë të mendimit se një shtëpi pleqësh duhet të ketë në Gostivar, sepse kjo më është bërë nevojë pashmangshme. Po pa tjetër se janë rrugëvet që të bojnë, su shkojnë të marrë për hangër, për hajën, s'ka ko, sundine, nuk mundin, kombat i dhëmbën, është i këpotun, sundin. Po, për ta duhet, a përsi na kështu kur hecim, vala nuk duhet. Dali 3 vedima. Ja, po mu e 3 vedima. Da. 3 vedima, da. Po, mendoj se duhet. Po, mendoj se dridë janë manë menshëm ta ishe të qeqet. Ata vetë mendojnë që si duhet jetë. Nuk presen qeqet u apin men. Nga Agjencioni për Punësim në Gostivar sjellin lajme të mira në këtë drejtim, kjo pasi që nëpërmjet masës qeveritare vetë punësim me mjete e pakthim që u hap nga muaji i shkurtë i këtij viti, është bërë aplikimi për hapjen e një shtëpie pleqësh dhe aktualisht po bëhen përgatitjet e fundit për realizimin praktik të kësaj nevoje të domosdoshme për çdo qytet. Kështu njofton drejtori i Qendrës për Punësim në Gostivar Hisam Hamzai, i cili njofton se kjo do të jetë shtëpia e parë e pleqëve në Gostivar. Për vetminë e pleqëve në kohën që ata kanë nevojë për çdo lloj përkrahje, shprehen të shqetësuar edhe teologët. Shikuar nga këndvështrimi islam, është fëmiu ai që ka obligim për kujdesje ndaj prindërve dhe ky është një ligj që nuk don kompromis. Por teologu Musa Musai thotë se kur kjo si mundësi shteret, opsioni më i mirë mbetet për kujdesja institucionale ndaj tyre. Që kjo situatë konceptohet edhe më drejt, teologu Musa Musai thotë se ne të gjithë jemi apo do të bëhemi prindër dhe nëse për ne shtëpia e pleqëve është zgjidhja më e mirë ku të kalojmë moshën e tretë, vetëm atëherë mund t'ua sugjerojmë prindërve apo gjyshërve tanë.